Avokat, para disa ditësh djali i presidentit Donald Trump ishte në Serbi. Ajo që bëri përshtypje gjithë qytetarëve, po edhe medias, edhe mbar opinionin publik, ishte deklarata e tij që Bill Clinton autorizoi bombardimin e Serbisë për shkak për të hequr vëmendjen nga afera me ish të dashurën e vet. Shiko, nuk është as pak e vërtet kjo. Që thot ai. Se ai nuk është politikan, që është djali i presidentit nuk do të thotë se është zëdhënësi i presidentit ose mendja e presidentit. Por Bill Clinton nuk e dha nga koka e tij urdhrin për të bombarduar Serbinë. Dhe nuk e dha për të hequr vëmendjen nga skandali me Monica Lewinsky. Sepse atë kapitull ai e mbylli duke dalë në gjyq, duke kërkuar falje dhe e mbylli si kapitull. Nuk merrej më njeri me Bill Clintonin në kohën kur ai urdhëroi bombardimin e Jugosllavisë, së mbetur, pra Serbisë në rastin konkret. Kështu që nuk e kuptoj pse ka vajtur dhe pse ka bërë atë gjë, që lidhje ka me serbët nuk e di. Nuk e di që lidhje ka se Amerika, shiko, duhet jemi të qartë edhe konkret në mendimet tona dhe në njohuritë tona. Amerika është konglomerat popujsh, konglomerat komësish, konglomerat hibridësh dhe racash të ndryshme. Kështu që nuk a dim lidhjet e tyre me serbët. Por që është një përkrahje e hapur për serbët, është përkrahje e hapur e djalit të presidentit amerikan. Dhe mund ta kritikoj Bill Clintonin për problemet e tyre të brendshme, por lidhur me bombardimin që u organizua dhe u urdhrua dhe u realizua dhe u çlirua Kosova, është unanim i gjithë shteti amerikan dhe pushteti amerikan. Avokat, si e keni parë këtë bisedat e fundit që po zhvillohen mes Bashës dhe Ramës përmes videove që njëri i çon video tjetrit, tjetri i çon video tjetrit? Karnaval. Karagjoz, po në Karagjoz kemi politik, po Karagjoz kriminal veç. Pra, kur vjen momenti që ata ndajnë tortën, tepsin në rastin konkret, Edi Rama ja bën një lëshim Bashës, sepse Basha vate ju lëpi në 17 maj të 2021 në mos gaboj. Vate ju lëpi Edi Ramës. Kur themi ju lëpi, dhe me thënë i lëpi u këpucët, dhe Edi Rama talët me të dhe mirja bën. Ky bën humor me Edi Ramës, se gjas me nabushi më neve që është kundër Edi Ramës. Jo, o Lult Basha, ti vajte ju në nështrove totalisht Edi Ramës. Ti je pa moral. Ti na gënjeve. Personalisht në datën 17 maj në mëngjes të kam thënë mos na tarato se do të linçojmë. E mban mend apo do që të sjellën videot e atij momenti që ti shikosh. Ti shikoj dhe opinioni publik. Iko Bashik. Ik se pjesës të tërë si edhe ti. Ik se një lloj si ata je. Si je një lloj si ai që kishe në krye dhe si ky që ke përballë. Një lloj. Asnjë ndryshim s'keni, të tërë luftoni për kocka, jeni brashnjar. Kështu u themi ne në Kurvelesh. Se me që edhe në Kurvelesh e di mirë fjalën brashnjar, si më thënë. Avokat, si e pat vendimin e gjykatës speciale për të mos i dhënë leje ish presidentit Kosovës Hashim Thaçi që të marrë pjesë në varrimin e të jatit? Është një veprim jo njerëzor. Se në fundit ai do të jepte lamtëmirën e fundit babait. Ka çka gjynahesi ka, me këj ka, ato i din qytetarët e Kosovës dhe populli i Kosovës dhe kolegët e tij të luftës. Por ajo që është më e rëndë dhe që unë nuk mund ta pranoj kurrë është që në vend që në gjykatën e Hagës të shkonte i pari Vučići, sepse ka qenë ministri Miloševićit, shkojnë këta që në fundit luftuan për çlirimin e vendit tyre dhe ndoshta edhe mund të kenë abuzuar, nuk diskutohet se gjaknëzësisht ajo nerva janë ato kur shikoj që ai
që vete dhe gjën gra dhe fëmijë të masakruar, pa tjetër që të rësohet jeta pasaj dhe nuk di më se që bën. Dhe nuk jemi gjakftohet, pa diskutim, por kush ishte agresori dhe kush ishte viktima? Në rastin konkret, agresorët ishin serbët. Pra, gjykata speciale duhet të merret kryesisht me Vučići dhe kabinetin e tij dhe me të tërë oficerët dhe generalet që ka akoma në ushtri nga ata që kanë bërë krimin në Kosovë. Kështu që veprimi i gjykatës speciale është i papranueshëm, është makabër, është veprim njerëzor. Ata mund të jenë gjyqtar profesionist, por nuk janë njerëz në atë parë. Si cilësoni cilësinë e kandidatëve në këto zgjedhje? Pra, janë ato kandidatë që ky popull meriton? Nga momenti që bëhen zgjedhje me lista të mbyllura, këto janë zgjedhje banditësh, jo zgjedhje qytetare dhe jo zgjedhje demokratike dhe jo zgjedhje për të vendosur populli për fatin e tij. Popullin e kanë kapur përfyti të dy partitë e mëdha, që janë Partia e Punës së Shqipërisë, PD dhe PS-ja, janë PPSH-ja, e kapën popullin përfyti duke bërë atë të famshme marrëveshje të 21 prillit 2008, e kemi thënë në mënyrë të përsëritur, po e themi prapë dhe sot. Ajo marrëveshje është marrëveshje skllavërimi. Pra, populli nuk është gjë tjetër veç se sklav në duart atyre të dyve. Bëjnë si të duan ata, sepse e kemi të garantuar thonë ata, 90 deputet ne e kemi në listë, votoni ju, i doni si doni, ne e kemi në listë ata. Pra, këta nuk janë deputet. Këta janë ca zagar, bëllepirës të mëdhenjve, të dy krerëve, dhe nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, si që folur shpesh herë që taleshin ata zagarët e Europës që vinin këtu në Bashkimin Evropian, ata homoseksualit dhe imoralit e Europës, LGBT të Europës vinin dhe thoshin, kishin sa probleme, po ishin më të mira se të kaluara këto zgjedhje, vajtëm 30 vjet që thonë kështu. Megjithatë, referuar deklaratave të Partisë Shpresa Demokrate të dhëna në televizione që i keni parë për ditë, unë kam besuar, besoj dhe do besoj deri në fund që zgjedhjet në Shqipëri nuk do bëhen. Shpesh herë është thënë që në listat e kandidatëve ka persona të inkriminuar. A ka hetime që po zhvillohen për ta? Populli i njeh mirë. I di mirë populli kush janë kandidatët dhe çfarë kanë bërë dhe si kanë vepruar. Mirë, po është ajo që thash që këta kanë siguruar personat e inkriminuar që i kanë ndihmuar dhe i kanë mbështetur në përfushata elektorale, këta i ka futur në listat e mbyllura. Pra do s'do ti do ta votosh kriminalin. Ndashte PD-ja, ndashte PS-ja.